Sasa njofton largimin për vizitat jashtë shtetit. Çdo janar i bëj dhe kështu vendosa të dalë. Një lajm i rëndësishëm dhe i pritshëm ka ardhur së fundmi nga shtëpia e Big Brother Kosova, ku Sasa ka bërë të ditur se do të largohet për vizita jashtë shtetit. Ajo ka shpjeguar se ky është një proces rutin që ajo e bën çdo vit në muajin janar, dhe se vendimi për të dalë nga shtëpia ka ardhur natyrshëm dhe i menduar mirë, dinit që do largohen për vizitat jashtë shtetit. Çdo janar i bëj dhe kështu vendosa të dalë, ka thënë Sasa, duke treguar transparencë dhe hapësirë për të sqaruar banorët dhe publikun për arsyet e largimit të saj. Vendimi i saj u prit me emocione të përziera brenda shtëpisë, ndërsa banorët e tregonin mbështetjen dhe shqetësimin e tyre për mikeshën dhe kolegen e tyre. Sasa ka shpjeguar se vizitat jashtë shtetit janë pjesë e një trajtimi mjekësor dhe kujdesi ndaj shëndetit të saj, që kërkon monitorim dhe trajtim periodik. Ajo theksoi se largimi nuk ka të bëjë me lojën apo situata të tjera brenda Big Brother, por është një nevojë personale dhe e domosdoshme. Banorët reaguan menjëherë, duke e përcjellë me përqafime dhe mbështetje, ndërsa emocioni i ndarjes bëri që disa të mos mund të mbajnë lotët. Atmosfera ishte e ngarkuar me emocione, ndërsa secili tregonte dëshirën që Sasa të kthehet e shëndosh dhe e gatshme për të vazhduar rrugëtimin e saj brenda shtëpisë. Ky moment tregoi një nga anët më njerëzore të Big Brother Kosova, pavarësisht konkurrencës dhe lojës, lidhjet midis banorëve dhe mbështetja e tyre për njëri tjetrin janë të vërteta dhe të sinqerta. Largimi i Sasës për vizita mjekësore risolli në pa rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit dhe forcës që të jep mbështetja e njerëzve të dashur. Publiku gjithashtu reagoi me mesazhe mbështetëse dhe urime për shëndetin e Sasës. Shumë kanë theksuar se e kuptojnë vendimin dhe se shëndeti duhet të jetë gjithmonë prioriteti i parë, edhe mbi lojën dhe emocionet brenda shtëpisë, ndërsa Sasa përgatitet të largo.